Nga themelet e qytetrimeve të hershme tek gjurmët që koha nuk arriti t'i fshijë. Çdo gur ka një histori, çdo rrënoj një kujtesë. Ta na kanë filluar njerëzit me morë gur pe këtu. Ky është emisioni që zbërthen heshtjen e shekujve, që rikthen zërat e lashtësisë. Është një kalo, po është e vjetër shumë. Sa do është, çfarë mure ka, nuk di. Në gjurmë të lashtësisë. Sepse historia nuk është vetëm e shkuara. Është identiteti. Në histori, shpesh gjejmë figura që nuk i përkasin vetëm kohës së tyre, por që vazhdojnë të na flasin edhe sot. Një ndërto është Konstantini i Madh, perandori që jo vetëm sundoi një nga perandoritë më të mëdha të botës, por edhe transformoi atë në një moment krize të thellë. Ai ishte një perandor romak me origjinë dardane. Konstantini i Madh ka lindur rreth vitit 272, 1754 vjet më parë në Naissus, qytetin e Nishit të sotëm, zonë e Dardanis. Naissus ishte emri i lashtë i qytetit gjatë periudhës romake. Me kalimin e kohës, emri evolua në Nish. Ai ishte një qytet i rëndësishëm në perandorinë romake. Qyteti ndodhej në një kryqëzim të rëndësishëm rrugësh tregtare dhe ushtarake. Aty lind Konstantini i Madh në një kohë trazirash dhe u rrit për të bërë një nga liderët më të rëndësishëm të historisë. Konstantini u shpall perandor në vitin 306 dhe rruga e tij drejt pushtetit u shoqërua me betejë e rivalitete politike. Sot sjellim në kujtesat histori për të krahasuar vizionet e liderëve që transformojnë vendet dhe i zhvillojnë ato në të mirë të njerëzve dhe shoqërisë. Doktor Ilir Culaj në Departamentin e Antropologjisë në Universitetin e Prishtinës e njeh mirë veprimtarinë dhe historinë e Konstantinit të Madh dhe thekson nevojën për të kthyer në kujtesë për të mësuar më shumë për Dardaninë dhe njerëzit e saj. Me të vërtet ka nevojë trajtohen tema të tilla, sidomos figura të tilla, personalitete të tilla si Konstantini i Madh, i cili ka qenë një prej personaliteteve më të mëdha të gjitha kohërave për historinë e perandorisë romake. Ai ka qenë një nga perandorët më suksesshëm të perandorisë romake dhe ka qenë me origjinë nga Dardania. Prandaj edhe ne si shqiptar, si pasardhës të lirëve të Dardanëve, kemi një lidhje emocionale me këto figura, të cilat kanë dalë nga këto troje. Konstantini i Madh në shumë studime delte jetë me origjinë dardane. Ai ishte një perandor romak, por asnjëherë nuk e kishte harruar preardhin e tij dardane, thot doktor Culaj. Ne trajtojmë vetëm si perandor i perandorisë romake, mirë po natyrisht e flasim për origjinën e tij dhe për lidhjen që ai ka rrit me origjinën e tij deri tek ndërtimi i një ville afër qytetit të Nishit, ku ai ka lind, ku ka qenë pjesë e Dardanisë, Villa Mediana quhet, pra ka dashur me rujt atë lidhjen në kontaktin me vendin e tij të origjinës. Dhe edhe sa i përket origjinës tij ka teori ndryshme, ka autorë që pretendojnë që është me origjinë latine, ka qenë kolon latin i vendosur në Muezia Superior, në Mezinë e Epërme, që i bën kodër të Dardanisë po ashtu. Mirë po, shumica autorëve kanë rënë dakord që baba i tij, Konstanc Flori, ka qenë me origjinë ilire, rrjedhimisht o djali i tij Konstantini i Madh, pastaj ne e shohim si një perandor romak me origjinë dardane. Do të thënë, aty e keni bazën që trajtoni figurën e tij. A më tregon pak si ka ndiku figura e tij në kohën kur ju keni studiuar në atë periudhë për formimin e asaj qeveria atëherë. Domethënë çfarë modalitetesh janë praktikuar në kohë të vjetra, si është organizuar shoqëria dhe jeta. Absolutisht, dhe kjo është një nga çështjet që ne trajtojmë vazhdimisht në departament. Ne jemi Departamenti i Antropologjisë në kuadër të PS dhe pavarësisht që flasim për histori dhe arkeologji, esenca mbetet studimi i sjelljes njerëzore, që ka studion edhe antropologjia.
Dhe në këtë rast ne studiojmë figurat, sjelljet e tyre politike, sociale, kulturore, religjioze. Dhe në këtë kontekst ne trajtojmë Konstantinin e Madh dhe i shohim veprimet dhe aksionet e tij se si kanë shërbyer në qeverisje më të mirë në atë kohë. Konstantini i Madh nuk ishte vetëm një strateg ushtarak, përkundrazi, ai ndërtoi një vizion të ri për perandorinë. Me reformat e tij administrative, fiskale, ushtarake, ka arritur të vendosë perandorinë romake në një nivel tjetër të kohës, pavarësisht përballjeve me dyndje të ndryshme të asaj periudhe. Një nga sfidat më të mëdha ishte inflacioni. Pikërisht këtu ndërhyn Konstantini me një reformë vendimtare. Ai plason në treg një monedhë prejari, solidusi, që rikthen besimin në treg dhe u përdor për shekuj me radhë. Ishte një ndër reformat më të suksesshme monetare në histori. Si pasojë në inflacionit madh që kishte goditur perandorinë romake, Konstantini i Madh vendos me bën një reformë fiskale, e hedh në treg një monedhë të re, e cila quhet solidus, pra monedhë e arit, e cila rregullon tregun dhe përdoret për mijë vite më pas, është një monedhë e cila nuk largohet lehtë prej tregut dhe arrin me ul inflacionin e perandorisë, dhe arrin me sjell zhvillim dhe prosperitet më të madh edhe banorëve të asaj perandorie, e cila i kishte mbi 50 milion banorë në kulmin e saj të zhvillimit. Jeni marrë ju si departament me analizën e asaj monedhe? Këto janë gërmime arkeologjike të cilat janë bërë shumë më herët, ka pas raste që është gjetur ajo monedhë në territorin e Kosovës, mirë po zakonisht gjendet në areale tjera. Ne për fat keq nuk kemi ende numizmat të specializuar që merret vetëm me monedhat, mirë po janë në proces sipër disa ish kolegë tonë, disa ish studentë që tash po specializohen mbi numizmatikën. Këto monedha ne kemi përgatitjen bazike që ti analizojmë, ti studiojmë, një pjesë të koleksionit të monedhave kemi trashëguar qysh nga profesoresha ndjer tashmë Edi Shukriu, të cilat janë në koleksionin e Fakultetit Filozofik. Pra ne kujdesemi që studentët tonë të arrijmë m'ia mësu aspektet bazike për leximin, pikëpari pastrimin e një monedhe, dokumentimin, pastaj leximin, interpretimin dhe analizën, sepse secila monedhë pjesën mbrapa ka një mbishkrim të vogël ku tregon disa informacione rreth titujve që i ka pas perandori. Kemi ikonografinë po ashtu që trajtojmë kodet monedhës, sepse zakonisht e kemi simbole të fitores, kemi simbole të ndryshme në ato monedha, mirë po kemi edhe portretin e perandorit. Dhe kjo është mënyra si ne arrijmë me i kuptu cilat monedha janë, dhe për ne si arkeolog monedhat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sidomos në kontekstin arkeologjik, sepse gjatë kërmimit në zonat të ndryshme arkeologjike monedhat janë një mundësi shumë e mirë për me datu. Si kishte kuptuar, si kishte ndodhur ai inflacion atë kohë? Ç'është është kuptuar që ka pas inflacion? Po, inflacioni ka ndodhur si pasojë krizave të ndryshme ushtarake, politike, lufta për pushtet ka ndikuar shumë. Do të thënë edhe atë botë. Absolutisht edhe në atë botë. Ka pas një periudhë kur ne hym gradualisht në këtë sistemin e tetrakisë, cilin e vendos Diokleciani, perandori po ashtu me origjinë ilire, dhe ndrohen shpesh perandorët. Është një sistem që i kemi 2 Cezar, 2 perandorë dhe 2 August, bashkë perandorët e tyre. Mirë po, këto reforma, me gjithë që mundohen perandorët të ndryshëm me ndalë krizat, lufta madhe për pushtet, dyndjet e ndryshme të popujve të tjerë dhe kriza minjerave, sepse Roma produktin bazë për prodhimin e monedhës, qarkullimin e monedhës i ka pas minjerat, dhe ka ndodhur një krizë e minjerave, pra janë disa faktorë që kanë ndikuar në këtë inflacion. Profesor, sa ka pas në nivel shkollimi atëherë për me ditë me i bë këto politika? Ka pas jashtëzakonisht shumë. Konstantini i Madh pikëpari është kujdes që me bën një lloj formimi intelektual. Baba i tij ka qenë një general i jashtëzakonshëm, i cili ka udhëheq legionet në York të Anglisë dhe ka qenë perandor për një vit, edhe baba i vet Konstantinit të Madh. Prandaj legionet të cilat kanë qenë kontrolluar nga baba i Konstantinit të Madh e kanë shpall perandor mandej djalin e ish generalit të tyre, Konstantinit të Madh në këtë rast. Dhe gjatë kohës sa baba i tij është marrë me veprimtari ushtarake, është kujdes që djali i tij, Konstantini i Madh këtë rast, të ketë një përgatitje të madhe intelektuale, me mësimin e gjuhëve të kohës. Latinishtës, greqishtës, gjuha e tij ka qenë ilirishtja. Mirë po ka mësuar gjuhë tjera dhe ka pas aftësi, ka mësuar rreth filozofisë, rreth artit ushtarak, pra është përgatit intelektualisht për me ardhë edhe për me zhvillu politika mandej rreth Romës.
Përveç ekonomisë, Konstantini i Madh ndërmori vendime të mëdha politike dhe fetare. Ai legalizoi krishtërimin dhe përmes ediktit të Milanos edhe themeloi një kryeqytet të ri, Konstantinopoja, Stambollin e sotëm. Konstantini i Madh e lejon krishtërimin, është perandori i parë i cili lejon krishtërimin dhe ky është një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm politik dhe religios, kisha me thonë. Për shumë autor, Konstantini i Madh është edhe perandori i parë i cili konvertohet në krishtërizëm dhe pastaj në kuadër këtyre veprimeve religjioze, një veprim jashtëzakonisht i rëndësishëm tjetër që duhet me përmend është Koncili i Nikes i vitit 325, që organizohet nga Konstantini i Madh. Pra e lejon krishtërimin, e organizon krishtërimin. Në Nikea mblidhen të gjithë i peshvënit e vendeve të ndryshme ku veç ishte përhapur krishtërimi më të madhe, dhe kryetari i asaj asambleje e cila zgjat me muj është vetë perandori, vetë Konstantini i Madh. Pra një dardan është ai i cili e lejon krishtërimin dhe ai i cili e organizon krishtërimin. Do të thënë ka pas vizion. Ka pas vizion të jashtëzakonshëm sepse popullata e perandorisë veç kishte filluar me u konvertuar më të madhe në krishtërizëm dhe ky thjesht e përqafon, është edhe veprim politik, nuk ka të bëjë shumë me vetëm aspekte religjioze, padyshim që është veprim politik sepse don me majtë në kontroll pjesën e popullsisë e cila veç është e konvertuar në krishtërizëm. Pastaj, në kuadër veprimeve të tij është si kuriozitet, ndoshta më shumë me thonë, e diela, që është ditë pushim sot e kësaj dite, vjen prej një dekreti nga perandori Konstantini i Madh, sepse në momentin që atëherë mund ta ketë këtë datim, sepse lidhet me aspektet e krishtërimit. Pra, në momentin që ai e ka pranuar dhe ka liu krishtërimin, ka vendosur që dielën me shpall ditë feste, ditë pushimi, dhe sot e kësaj dite qëndron si e tillë. Pra, themelimi i Konstantinopolës, lijimi i krishtërimit, reformat fiskale, politike, ushtarake, ai bën reforma të jashtëzakonshme ushtarake, duke e bërë një sistem komplet ri të ruajtjes së Konstantinin e Madh si një strateg politik, më shumë apo si strateg ushtarak? E shoh Konstantinin e Madh edhe si strateg ushtarak, pikë pari, edhe si strateg politik, sepse në sistemin e Romës atëherë askush nuk ka mujt me pas suksese politike, pas suksese ushtarake. Pra, kursus honorum që ne e quajmë karriera e nderit ose karriera politike në Rom ka filluar nga ushtria, nga questura. Questura është hapi i parë që i mundson një individi me ecë drejt karrierës politike. Dhe ky fillimisht ka ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme ushtarake, pastaj ka vazhduar me aksionet e tij politike. Pra me një fjalë është një gjeni politik, një strateg ushtarak, edhe një personalitet vizionar i cili ka arrit me e rikthy në kulmin e saj perandorinë romake, cila kishte filluar me pas disa kriza dhe disa rrëmje, dhe i cili ka arrit me ja vazhdu jetën edhe për shumë shekuj tjerë. Pavarësisht se ai kishte një lidhje të veçantë me origjinën e tij dardane, Konstantini i Madh vendos të qëndrojë në Konstantinopoj, aty ku e kishte themeluar dhe vdes në maj të vitit 337, dhe atë e pasojnë dy djemë të tij në pushtet, të cilët nuk e kishin namin e Konstantinit të Madh, dhe me kalimin e kohës bie edhe ndikimi që kishte perandoria romake në kohën e Konstantinit të Madh, thot doktor Culaj. Po, ku gjendën gjurmë të asaj kohë më shumë? Çfarë literature ka? Jorku është si simbol, aty kemi një skulpturë të madhe të perandorit Konstantini i Madh, sepse aty është shpall perandor dhe prej aty ka filluar veprimtaria e tij politike. Mirë po literaturë kemi qysh nga burimet antike, autorët antik flasin për veprimtarinë e Konstantinit të Madh, dhe pastaj kemi edhe nga historiografia moderne. Me një numër i madh i autorëve sot kanë shkruar libra merren me jetën dhe veprimtarinë e Konstantinit të Madh, dhe për me qenë ma objektiv dhe në trajtimin që ja bojmë kësaj figure historike, zakonisht konsultojmë literaturë të huaj, literaturë të autorëve anglez. Është një autor tjetër që e përmenda më herët, Noel Lenski, e kemi Robert Turkan, i cili merret po ashtu shumë me jetën e tij. Kemi Kienas, një autor tjetër gjerman, i cili merret me historinë dhe me jetën e perandorëve që flet për Konstantinin e Madh. Pra kryesisht përdorim literaturë ndërkombëtare, në mënyrë që kemi sa më objektiv trajtimin që ne ja bojmë kësaj figure.
Perandoria romake ka pasur një shtrirje të gjerë me një sipërfaqe prej rreth 10 milion kilometër katror, me një popullat rreth 50 milion banor, kurse Roma kishte 1 milion banor si kryeqytet. Një perandori gjigante të cilën e kanë qeverisur 10 perandori lirë përveç Konstadinit të Madh. Profesor Culaj thot se ka qenë një format i ngjashëm me Bashkimin Evropian të sotëm. Prandaj unë thamë është një lloj sistemi i Bashkimit Evropian, sepse është sistemi i parë një lloj globalizmi, sepse në Rom, pavarësisht origjinës, përkatësisë etnike, ke mujt shumë lehtë me i rrimaja politike dhe ushtarake, sepse ka qenë pushtet i decentralizuar, sidomos pas shekullit dytë e tutje. Pas e dikut e Karakallës. E kanë pas po atë nevojshme këtë decentralizimin e pushteteve. Po absolutisht, për shembull perandori Karakalla, në vitin 212 e shpall një edikt që quhet edikti i Karakallës, që i jep lirinë dhe qytetarinë, si më thonë, jep pasaportën romake të gjithë banorëve të lirë të perandorisë. Ky është ai hapi i madh që fillon decentralizimi i Romës, po të gjithë provincat, edhe provincat ku kanë jetuar Dardanët, Ilirët, Galet, Hispanikët, në gjitha pjesët e perandorisë, automatikisht me këtë dekret bëhen banor të barabartë të perandorisë romake. Por si e shohin të rinjt sot këtë figurë? Besim Gashi, student në vitin e 2 të studimeve në antropologji në Universitetin e Prishtinës, thotë se një figurë si ajo e Konstadinit të Madh do të ishte frymëzim për të rinjt sot. Mendoj që reformat e tina kanë qenë shumë revolucionare për kohën, edhe është mirë me po çdo kohë një revolucionar, që kështë edhe ajo ju jep gjeneratave të reja një frymëzim, si me thonë, po, që kështë është mendoj që po, nëse kish ekzistu në rrjetet sociale ma shumë reformat e tina dhe puna e tij që e ka bë, po e kish sill edhe një frymëzim për gjeneratat e reja, se ka qenë një figurë shumë interesante dhe që ja vlen me pot një huri për ta. Sa ka interesim të studentëve të lexojnë literaturë të asaj kohe? Çka synojnë studentët këtyre njësive kryesisht? A janë studimet jashtë vendit si opsion për ngritjen e tyre në karrierë për këtë fushë? Po, me thonë arkeologjia romake, përgjithsisht, jo veç e Konstadinit të Madh, në Kosovë është shumë e pasur, po e vetë një gjë që lypësh që me pat ma shumë arkeolog që me pat interes me hullumtu edhe me studiu ata, që ka shumë objekte romake, edhe të kohës Konstadinit Madh, po edhe të kohërave tjera gjatë perandorisë romake, që lypen prej nën dheje që janë me dalë në sipërfaqe. Mendoj që edhe ajo është një nga pejseneve elementeve që na shtyjnë edhe profesorat, me botë që me lyp fusha specifike që në Kosovë ende nuk janë zhvillu ende, do me thonë, edhe një nga pejtyneve është edhe ajo, si për shembull na nuk kemi antropolog fizik këtë rast, a i mirë rëzakonisht me datimin e trupave njerëzor, edhe ka raste që gjehen të mbetura të ndonjë trupi edhe fatkeqësisht nuk ka kush me datu, dohet ato mbetje me ja dërgu ndaj specialisti që është jashtë Kosovës edhe ai me ndaj datu për neve. Ndodhe edhe për numizmatik, këtë rast e përmendni edhe profesori më herët, ku në monedha, edhe pse numizmatika është shkencë që ja ka nis pak a shumë se mu zhvillu këto si fush, amo apet nuk është që kem ndaj specialist që merret ose specializohet në numizmatik. Por si e shohin ekspertët figurën e Konstadinit të Madh në ditët e sotme me ato veprime strategjike që kishte ndërmarrë doktor Ilir Culaj? Po veprimet e tij absolutisht janë strategjike. Dhe nëse unë tham gjithmonë, nëse dëshirojmë të bëni top listë perandorëve komplet perandorëve të perandorisë romake, në top listë prej 3 personave
e kemi edhe Konstantinin e Madh. Pra është një nga perandorët më të suksesshëm dhe më të famshëm. Kush ishin dy të tjerët? Për mu, dy tjerët janë Augusti është i parë, i cili edhe themelon perandorinë romake, sepse Roma ka qenë republikë, pastaj ka lënë në perandori. Pastaj mund të jetë Trajani, në kohën e cilit është zhvillu jashtëzakonisht shumë Roma dhe janë themelu qendra urbane gjithandaj përfshirë Ulpianën antike, që është themelu nga ai. Dhe më pas vjen Konstantini i Madh, gjithmonë në prizmin tim, sepse është ai i cili ka arrit me rikthy Romën. Veprimet e tij janë jashtëzakonisht strategjike. Konstantini i Madh është ai i cili e bar qendrën nga Roma në Konstantinopol, ja lën emrin e vet qytetit cilin e themelon, që është Stambolli sotëm. Pra është prapë një Dardani i cili ka themelu Konstantinopolin dhe veprimi i tij ka qenë jashtëzakonisht strategjik, sepse për me kontrollu lindjen, e cila kishte filluar me pas krizat mëdha, ai e bar qendrën atje, e quajnë Nova Roma, pra Roma e re, bartet në Konstantinopol dhe zhvillohet në qytet i jashtëzakonshëm. Pra ka qenë jashtëzakonisht strategjik në veprimet e tij. Si e shef Roma sot Konstantinin e Madh? Roma është si një nga perandorët më të mëdhenj të asaj perandorie. Roma është si perandor i cili ka shërby për Romën, që është e vërtetë. Dhe veç për me ilustruar një shembull në muzeun Kapitolin, që është muzeu ndër muzeet më të rëndësishëm të Romës, ku ka qenë edhe tempulli Kapitolin që është shumë i hershëm. Si të hymë në uborë në ati tempull, e kemi një skulpturë gjigande të Konstantinit e Madh. Ta shkote fundit e kanë restauru bile dhe e kanë rregulluar ende më mirë, e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë, mësojnë për ta që mendoj që jo vetëm Roma, po gjithë civilizimet, gjithë vendet e Evropës, po edhe më gjerë në tekstet shkollore, kur flitet për antikitetin dhe për Romën, Konstantini i Madh e ka vendin e tij të rezervuar dhe është i paevitueshëm, s'mund të evitohet. Si do të quaj sot Konstantini i Madh në politikën globale, ose edhe në këto viset tona, si një lider e vizionar apo si një agresor në thonjza? Mendoj që do të quhej si një lider vizionar, sepse gjithë veprimtaria e tij politike ka dëshmuar që ai përveç luftrave që i ka bë, ka ditë me kriju. Nuk ka qenë personalitet i cili e ka kalu krejt veprimtarinë e tij politike duke u marrë me luftra. Luftrat i ka pas si mjet për arritjen dhe konsolidimin pothuajse absolut të pushtetit, sepse i ka eliminu kundërshtarët, siç e thamë më herët, sidomos në vitin 324 eliminon përfundimisht edhe Likinin, dhe kjo i hap rrugë që ai më kon perandori i vetëm dhe fuqi plot. Dhe prej këtij momenti kur ai arrin me i poshtë rivalët e tij politik, merret me veprimtari ushtarake vetëm në disa fise barbare, të cilat fillojnë me sulmu Romën, por megjithatë ai nuk mbahet mend për luftra, sa mbahet mend për ediktin e Milanës, lejimin e krishtërimit, sa mbahet mend për themelimin e Konstantinopolis dhe për reformat e tij fiskale që i përmendëm, Solidusin, dhe për reformat e tij ushtarake. Pra, theksi është dhe duhet jetë te këto veprime që i ka ndërmarrë Konstantini i Madh, që janë veprime politike dhe jo ushtarake. Interesimi për historinë dhe arkeologjinë mbetet i rëndësishëm për të kuptuar rënjet tona dhe zhvillimin e shoqërisë, dhe këtu kthehemi tek pyetja kryesore. Në një kohë kur përballemi me inflacion dhe sfida ekonomike, a do të na duaj sot një Konstantin? Ndoshta jo si individi vetëm, sepse sot vendimarrja është më komplekse, por ndoshta kemi nevojë për atë që përfaqësonte ai, vizion, guxim dhe vendime të menduara mirë. Historia e Konstantinit të Madh na mëson se edhe në kohë më të vështira është e mundur të ndryshosh drejtimin e një perandorie, dhe ndoshta në një formë tjetër, këto janë pikërisht cilësitë që na duhen edhe sot. Dëgjuat emisionin Në gjurmë të lashtësisë. Autore Hyrte Jeci.